realisht ju dini që ndoshta ne ka njëherë bohemi edhe po themi kështu të mërzitshëm sepse ne gjatë muajit dhjetor, po edhe deri në mesin e muajit janar kemi paralajmëruar gjitha kompanitë dhe gjitha institucionet të cilat e kanë pagën nën 425 euro, kemi paralajmëruar se pagat tona me 1 janar duhet të jenë pagë me 425 euro, konform vendimit të qeverisë të Kosovës. Ju dini që paga minimale tani që nga 1 janari deri me 1 korrik është 425 euro dhe që nga 1 korriku është 500 euro që një farë forme, po themi nuk kemi dakorduar, por është nxirr një vendim që duhet respektuar. Tani për tani kemi vetëm një kompani e cila e ka thyer këtë vendim, sepse për kompani tjera është herët flasmi, sepse ne duhet ta presim datën 5, eventualisht 6 shkurt dhe të shohmi se sa kompani janë duke respektuar këtë vendim dhe sa nuk janë duke respektuar. Ne ju kemi paralajmëruar dhe tani e kemi derën hapur se gjitha ato kompani që nuk e bojnë pagesën konform vendimit ish kryeministrit, po e quaj kështu, sigurisht se na e kalon derën e hapur që të reagojmë dhe ne gjitha ato kompani që nuk e bojnë këtë pagesë do të japim afat një javë ditë, në të kundërtën normal që neve jemi të obliguar edhe në bazë vendimit të kryeministrit që të ndërprejmë punën përderisa mos të bëhet pagesa shtesë, gjithsesi pagesa prej 396 euro që i bie pagë nete për secilin punëtor. Realisht, si mas një kalkulimi që ne kemi bërë, domethënë pagë minimale, sepse paga minimale përcaktohet shpenzimet minimale të 4 anëtarëve të familjes, e cila me këtë pagë faktikisht do mund gjithçka që mbetet nën pagën 800 euro pagë minimale nuk mund të mbuluhen ato po themi kërkesat minimale, por megjithatë qeveria ka marrë një vendim të njanshëm, sepse ne kemi dhënë versionin tonë që spaku duhet të jetë një fazë kalimtare duke filluar nga 600 euro, por megjithatë është kjo që është dhe ne duhet ta respektojmë, po them deri në ndryshimin tjetër.